Të nderuar miqtë, jam këtu me zotin Valentin Lumaj, kryetari i shoqatës Kastrati në Michigan. Shoqatë e cila kanë kontribuar në restaurimin e kishës së vajzës ditët e fundit. Zoti Valentin ka engas nga Michigani për të marrë pjesë në këto festime të përurimit të kishës së vajzës. Zoti Valentin, si përjetuat këto momente? Mirë që gjitha nderuar fat, unë fillimisht duhet të përgëzoj për iniciativën dhe punën që bën për komunitetin këtu në Mërsinë e Madhe, po ashtu ke përcjellë gjitha aktivitetet tona të shoqatës në Michigan dhe po të falenderoj nga zemra. Unë jam këtu në Malsi për arsye familjare, por kryesor është inaugurimi i restaurimit të kishës Shën Pjetët dhe Shën Palit në Bajs Kastratit. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme të marr pjesë në këtë meshë shenjtë. Isha shumë i mahnitur me pjesëmarrjen e popullit Kastratës në këtë kishë dhe me të vërtetë jam i lumtur me punimet dhe bukurinë që kjo kishë ka marrë pas restaurimit. Unë uroj që kjo kishë të jetë edhe një motiv më i madh që me afru njerëzit prej kishës, me afru njerëzit prej Zotit, që njerëzit edhe nëse nuk e gjejnë gëzimin në hallet në jetesën e tyre përditshme, le të vinë afër te Zoti dhe ta gjejnë kënaqësinë në lidhjen me Zotin dhe kjo kishë le të shërbejë këtij qëllimi. Unë jam shumë mirënjohës për krejt elitën e kishës katolike që morën pjesë, më respektuan dhe më dhanë mundësinë që të shprehem, të bëj përshëndetjen e shoqatës Kastratit dhe të grupit organizator dhe uroj që ta ruajmë dhe ta vazhdojmë këtë mision në shërbim të komunitetit katolik Kastratës. Nuk e di nëse keni vërej, po gjatë meshës pat një mesazh të fortë Pater Pashku, i cili tha kujt po e lën këto kishë. Mos e braktisni Malsin, ishte mesazhi i Pater Pashku. Ju e vini re që po braktiset gradualisht Malsia? Po, unë përcolla atë mesazh, ishte shumë e vend dhe i goditun me dhimbje e them se me të vërtetë ka një diferencë madhe çdo vit me rinin e Kastratit. Majmen vajza Kastratit ka qenë plot në rini, kafe plot tash nuk shoh atë gjallëni që ka qenë më parë dhe kjo ndikon edhe pjesëmarrjen e rinisë në kishë, por don Zoti që situata të përmirësohet, që shqiptarët dhe malësorët ta gjejnë motivin për të qëndruar në Shqipëri dhe në këtë le të afrohen të kthehen te Zoti. Dhe ta gjejnë shpresën te Zoti nëse nuk e gjejnë te njerëzit dhe atë fillon gjithçka. Atëherë për të kthyer pak në kohë, si lindi ideja e restaurimit të kishës së vajzës? Po, nevoja për restaurimin e kishës ka qenë e hershme, ne kena pas një kishë, por nuk ka qenë kurrë e përfunduar. Domethënë, Patrizani ka qenë i pa ndëgjueshëm, kushtet e vështira të ngrohjes apo të topjes, po ashtu edhe paraqitja brenda që ka qenë për dëshiru. Ka qenë një iniciativë e vetë famullitarëve të kësaj kishe, fillimisht në 2022, Padre Viktor Demaj më pati paraqit një projekt pak a shumë të ngjashëm me këtë, dhe unë përgjigja se kudo që ky projekt jetë gati, le të na paraqisin shoqatës, dhe ishte antari i shoqatës tonë, Zoti Kerin Prekaj, i cili ra në kontakt me famullitarin e ri të famullisë Padre Kristian Samaj dhe aty filloi gjithçka. Kemi na paraqiti këtë projekt në shoqatë dhe njëherë ne e pranuam dhe u organizuam si shoqatë, por e hapëm grupin ton më gjerë, u bë një grup me të vërtetë i gjerë, i shtrirë jo vetëm në Michigan, por edhe në shtetet e tjera, kryesisht në New York, në Boston dhe në Toronto. Me njëherë ne ushtrim terren, di që një grup nga Michigani udhtoi për në New York, u bë një darkë bamirës atje, u mblodhen shumë fonde, unë kam udhëtuar për në Toronto, e aty na kanë prit shumë mirë, unë nëse më lejoni duhet të përmend disa emra që duhet përmenden, nuk duhet lihen harres, kanë bërë një kontribut të jashtëzakonshëm, antarët e këtij grupit, që është një përgjigje e antarëve të shoqatës dhe antarët të komunitetit Kastratës atje. Unë do të përmend sipas rrallë që kam këtu, Leoni të përmend Bashkim Lekaj, Ben Burgaj, Paulin Dodaj, Gens Lakaj, Jack Popaj, Robert Nehati, studenti i ri Kastratës në Michigan, Nik Gashaj, Nikolin Muçaj, i nderuari Nas Lumaj, Paulin Malaj, Petrik Doda, Kerin Kalaj, Kerin Prekaj, Tuom Kalaj, Silvan Nehati,
Sokol Kalaj, Vasil Popaj, Ylli Gilaj. Dhe këtu në grupin tonë ka kënë edhe Fredin Erhati që ka menaxhu punimet me kish. Dhe këta kanë bërë një punë jashtëzakonshme dhe meritojnë falenderimet veçanta për kontributin që dhanë. Unë ky fond prej mbi $200,000 nuk do t'ishte arrit nëse nuk ato nismetarët e parë që u banë sebeb për të mbledhur fondet e mëdha, se $200,000 nuk mbledhen me fondet vogla. Para që i dhanë ishin ato që dhanë shumat $1,000. Fillimisht e filloi Plum Kalaj me $5,000, vazhdon pastaj Vasil Pjetër Popaj me $10,000, Jack Popaj me $10,000, Gens Lakaj $10,000, Aleksandr Lakaj $10,000. Ishte kisha Shënpali që nga mbështeti, përveç sa dom Fredi Kalaj dhuroi nga vetja e tij, ishte kisha Shënpali që dhuroi $5,000, Kolnoni Therçaj $5,000, Nesi Shoqat prej buxhetit shoqat dhuron $4,000, plus gjithë anëtarët dhuron sipas mundësive të tyre. Kanë kënë vëllezërit Noçi në Boston $3,500, vëllezërit Kalaj, Kristian Bruno, Rodolf Kalaj $3,000, Nik Gjelosh Popaj $3,000, Pierin Kalaj $2,500, Ben Burgaj $2,200 dhe lista vazhdon pa fund. Joseph Dedbukaj, Pierin Prekaj, Petit Dobetaj, Silvan Erhati, Emir Rall, që është një listë 260 persona që dhuron për restaurimin e kishës Bajzës, që pa mundësi me i rreshtu, me i lexu gjithë. Unë i falenderoj nga zemra dhe besoj kam një kuptimin e tyre, por Zoti ja është përbleft me të mira, me bekime, hire në familjet e tyre në këto ditë krishtinjesh. Valentin përmendet gjatë fjalës tuaj në kishën e Shpjetrit dhe Shpalit, përmendet edhe kishën e Kastratit. Edhe kjo si kisha më e vjetër në mësit madhe përpunohet për restaurimin e saj. A ka një projekt dhe shoqata juaj për ta ndihmuar restaurimin e kësaj kishe? Po falenderoj që e cekë këtë temë. Atje në Kastrat, atje ka rrajt Bajza Kastrati, atje është fillesa, atje është origjina, atje është edhe kisha më e vjetër, mbi 400 vjeçare. Unë pata fakt 2 biseda me familjarën e saj kish, Patër Kazmentinaj, dhe ishte shumë konstruktive. Më tregoi për historikun e kësaj kish, për ato gjetje që kanë banë në podrumet dhe themelet e kësaj kish. Më informoi me fillimin e punimeve me restaurimin e brendshëm dhe të jashtëm. Është një punë kolosale që duhet të restaurohet, por truhet edhe origjinaliteti i asaj kish. Po në Michigan ka filluar një aksion, janë shumë kastratash që janë përfshirë në këtë aksion për mbledhje fondesh. Unë kam kontaktuar me organizatorin e këtij fondi, i kam ofruar ndihmën time, unë kam shpallur publikisht që ta ndihmojmë kishën e Kastratit, kampanje legale publike, po ashtu edhe grupin e fondacionit të Bajzës, kishës Bajzës, kam ofruar ashtu, kam bërë thirrje që të ndihmohet dhe shumë anëtarë të shoqatës kanë dhënë kontribute dhe besoj edhe kjo kish do të ndërtohet. Shiko, sikur se thot Zoti, sikur se thot Bibla, Zoti ndërton. Pa ndihmën e Zotit ne lodhëm ato. Prandaj edhe kish do të ndërtohet, se është ndihma e Zotit, është fija e Zotit dhe jam i sigurt se shumë shpejt do ta kena kishën e Kastratit përfunduar me ato parametra që ne kërkojmë. Dhe shoqata e Kastratit përveç rëndimit mesës në këto objektet e kultit dhe kishët, po ka ndihmuar edhe në familjen e nevojshme masit madhe, ka ndihmuar raste të pjekjeve të shtëpia, raste të familjeve që janë shumë në nevojë në Kastrat dhe në gjithë masinë e madhe. A do ta vazhdoj këtë mënyrë të ndihmës në masit madhe dhe vitet të tjera, vitet e ardhshme shoqata e Kastratit? Po, faleminderit. Ne jena mundu që të rrim afër nevojave të familjeve me gjendje të vështira këtu në Malësit Madhe, jo vetëm në Kastrat. Vetëm këtë vit kena organizuar 6 aksione mbledhje fondesh për arsye të ndryshme të familjeve në nevojë, për arsye letrare, sportive, edhe për kishën, dhe këto domethënë kanë qenë agjenda jonë në këto 3 vitet e fundit që unë e drejtoj këtë shoqatë. Ne në janar kena zgjedhjet e reja të shoqatës dhe unë dëshiroj që në këtë shoqatë të vinë ekip i ri me njerëz të rinj, unë do që të ta kenë mbështetjen time gjithmonë. Kena ardhur dhe këtë standarde të marrim dhe të vazhdojmë që t'jena afër problematikës dhe sa të mundena të ndihmojmë familjet në nevojë dhe
gjithçka tjetër që komuniteti jonë, vllazërit dhe motrat, familjet tona këtu në Kastrat ka nevojë. Atëherë jemi në prag të Prishtinës dhe vitit të ri, cili do të ishte urimi juaj për malsorët këtu, por edhe për gjithë ata që na ndjekin përmes sanit të ju. Po, urimin tim do ta lidh gjithmonë me këtë ngjarje e madhe të Kastratit, me kishën e re të Shënpalit. Uroj që kjo kishë e re të jetë të shërbej si një ftesë që të njerëzit të Kastratës të afrohen prej kishës, rinia të afrohet prej kishës, edhe bizneset të afrohen prej kishës Bajzës. Çdo biznes duhet të jetë për krah kishës, ta ndihmojë me fonde, sepse Zoti u shpërblen. Gjithkush punon pa ndihmën e Zotit, gërmon punon pa rezultat. Kur është ndihma e Zotit dhe vullneti i njerëzve, gjithmonë ka gjëra të jashtëzakonshme. Prandaj bizneset jetojnë që të ndihmojnë kishën, se kështu Zoti ja shpërblen në të mira dhe vepime dhe për shumë vjet gjithë kastratësve, bajzanëve, gjitha fshatrat e Bajzës, gëzuar Krishtlindjet, ta ruani ta mbani Krishtin në zemër dhe një vit të ri suksesshëm me gëzime dhe harmoni familje të juaja. Të nderuar miq, atëherë kemi përfunduar këtu këtë intervistë me zotin Valentin Duma, ishte kënaqësi që kryetari i shoqatës Kastrat ishte sot këtu në zonën e Veriut. Uroj të gjithë dhe gëzuar Krishtlindjet, uroj udhtim të mbarë për Shtetet Bashkuara të Amerikës së Valentinit dhe uroj komplet shoqatën dhe gjithë ata që na ndjekin gëzuar festën e fundit. Ju falenderoj. Andrej, ishte kënaqësi.